deklaruar sa politikë dhe ndryshojnë qëndrim njerëzit. Nuk ka qenë e pranueshme sepse dihet ka dhe aktgjykime, ka procese gjyqësore, po dhe të mos ketë dihen gjërat që janë vrarë shumë veprimtarë të LDK-s, shumë veprimtarë devotshëm patriot, që s'kanë qenë as tradhtar, as spionit të Serbisë, janë vrarë nga strukturat kriminale të PDK-s. Dhe tash, LDK-ja të baj koalicion me një parti që ja ka vrarë veprimtarët më devotshëm të saj, për mua është krim. Dhe ju ende besoni që PDK-ja është përgjegjëse? Unë mendoj që PDK-ja është përgjegjëse plotësisht bashkë me AK-n në disa pjesë të Kosovës, që ka ndodhë këto vrasje. Megjithatë, ju nuk e keni patur këtë problem me AK-n kur keni qenë zëvendës kryeministër? Po, e vërtet është. Po, unë dëshiroj ta shpjegoj edhe këtë, se është shumë interesant edhe kjo. Në vitin 2004, kur mbajtën zgjedhjet parlamentare, të dytat, kanë qenë në vitin 2004, sepse deri atëherë me zgjedhjet e para u kriju një qeveri gjithë përfshirëse. Kanë qenë gjitha partit. Nuk ka qenë, si që thuhet gabimisht, nuk ka qenë qeveria koalicionit LDK-PDK, po ka qenë qeveri gjithë përfshirëse, ku kanë qenë gjitha partit, dhe atë qeveri gjithë përfshirëse e kanë kriju me insistim të ndërkombëtarëve, të UNMIK-ut edhe të shteteve partnerit. Tash, në vitin 2004, u kriju tash një situatë e re. Edhe tash, unë isha insistues që të mos bëjmë qeveri gjithë përfshirëse. Unë isha insistues të presidenti Rugova që të mos ketë qeveri gjithë përfshirëse ku janë gjitha partit. Po të fillojmë të kemi pozitë dhe opozitë. Dhe unë isha ai që bisedova me Ramush Haradinajn dhe e pyeta a hyn ai në koalicion me ne. Po andaj po e pyet, se ju sot po përmendni dhe po i lini faj. Saj partie ndërkohë atëherë nuk e keni patur të lash bashkëqeverisjen me të. Jo, e kemi pasur, por ne kemi zgjedhë të keqen më të vogël, sepse s'kishte zgjidhje tjetër. Kishte mundësi të koalicionit me PDK-n ose me AK-n. Dhe tash, po t'ishim koalicion me PDK-n dhe tha që të bëj kryeministër, por LDK-n do t'ishte një goditje shumë e madhe. Dhe tash, ne diskutu me presidentin Rugova edhe zgjodhëm të keqen më të vogël, sepse AK-ja kishte 8 deputet, nuk kishte më shumë dhe nuk do të mund të bënte një dëm të madh. As ne, as Kosovës. Ju bët kryeministër liderin asaj partije që sot e konsideroni i leni faj për krizat e asaj kohë. Nuk kishim zgjidhje tjetër, sepse ose ajo se tha që do të bëshin kryeministër. Pse? Sepse Rugova ishte president. Ne nuk mund të jepnim pozitën e presidentit. S'mund të ndronim Rugovën. Në Gjatdaci ishte figure madhe atëherë, ishte kryetari i kuvendit, edhe ne nuk donim që ta ndronim në Gjatdacin. E vetmja mundësi ishte ta japim pozitën e kryeministrit. S'kishte mundësi tretë. Dhe e vetmja mundësi një e keqe më vogël, një dëm më i vogël ishte t'ja japim AK-s, jo PDK-s. Megjithatë, sepse po bëni këto me që po ndërlidhni dy parti me ato që i ndodhen LDK-s pas luftës, konkretisht në rastin e juaj ka të dënuar për një tentim atentat ndaj jush, e që janë konsideruar strukturat të shikut, të ndërlidhura me PDK-n. Pra, ka aktgjykim të prerë për tentim atentat ndaj jush, ndërsa nuk kemi parë të tilla aktgjykime në raport me njerëz të AAK-s. Tani, a mund të barazohen këto gjëra kështu me lehtësi nëse nuk ka aktgjykime nga drejtësia? Ka pas aktgjykime, ka pas edhe ndaj njerëzve të AAK-s. Me siguri ka pas, unë s'po du të përmendim me emra sepse janë të hierarkisë lartë atje, po ka pasur edhe te ata edhe te PDK-ja, ka pas edhe tjerë që janë dënuar. Te unë konkretisht janë dënuar me emra, një grup prej 4 personash. Domethënë janë gjithë këta që janë dënuar për krimet pas luftës, të vrasjes veprimtarit LDK-s, të vrasjes shokëve tyre të luftës, të krave të ndryshme e tjera ka pasur, por gjithë ata që janë dënuar kanë qenë të strukturave kryesisht PDK-s ose të AK-s. Pra, asnjë person në një strukturë tjetër po zonë sepse kanë tentuar të përhapin lloj dezinformate që i ka vrarë vetë LDK-ja
Po, dhe eksponentë të PDK-s kanë thënë se ju vetë keni plaguar vetëm për t'i fajsuar ata, për t'i njollosur ata. Kanë thënë, ata thonë për ditë, për mu që jam udbashe, jam tratore, spioni Sërbisë e tjera, unë i shoh këtë frymë, se kjo frymë ka qenë prej vitit 99 e deri sot. Nuk ka ndryshuar. Për shembull, unë kam pas një aksident, vetë aksident, jam plagos në kam me revolën time, me dorë, po më ka ra në tokë edhe ka kërsit, edhe unë kur se kam fajsu as PDK, as shikun, këto janë pavërteta, po këto i bëjnë këta për ta arsyetuar në një mënyrë se gjëja që edhe kur kanë tentuar të më vrasin nuk kanë qenë këta tyre, sepse unë gjëja i pas kam akuzuar edhe kur jam vetë plagosur. Pra i ndërlidhin dy situata ndryshme që nuk kanë asnjë lidhje, se edhe kjo çështja e vetë plagosis nuk është të njëjtës kohë kur është bërë ky tentim atentati. Pra nuk kanë asnjë lidhje me zveti, edhe unë kur në jetën time s'kam thënë që më kanë plagos këta ose ata. Unë kam deklaruar ashtu siç ka qenë. Pra nuk ka akuza tilla. Mirë, se ju pak më parë thatë që për ju do ishte e pranueshme që LDK-ja të ishte në një koalicion me vetëvendosjen. Por njerëz të LDK-s, pra thoni me vetëvendosjen po me PDK jo, se PDK-ja të tjertë ju vran pas luftës. Por njerëz të LDK-s, në periudhën kur zoti Mustafa ishte kryeministër, akuzonin Albin Kurtin se i kishte vënë, si themi, barriera në rrugë eskortës së kryeministrit për t'i shkaktuar aksident dhe konsideronin se po përpiqej nëse jo ta vriste t'i shkakton të aksident Isa Mustafës, që në atë kohë ishte kryetari i LDK-s. Pra, këtu shihnin ngjashmëri apo edhe këtu janë situata të ndryshme që me njërën parti bënd bëhet koalicion me dikë tjetër për hesape të vjetra nuk bën asesi të bëhet koalicion? Shikoni, vetëvendosja fillimisht si organizat, si një të themi, e kanë qojtë vetën lëvizje, ka përdor metoda radikale të veprimit. Kryesisht kanë qenë djemë të ri, kryesisht të orientimit marksist, leninist e tjera, që për nga natyra janë revolucionar dhe janë në atë mënyrën radikal në veprime. Dhe sigurisht që kanë bërë veprime të gabushme, unë i konsideroj të gabushme, të gjitha ato që i kanë bërë, edhe ato mundësit që t'i shpojnë gomat e makinave të kryeministrit e tjera, por që nuk mund të identifikohen si vrasje, ose si tentim vrasje, sepse nuk ka ndodhur asnjë gjë tjetër. Unë e parafrazova në kuptimin që e përdor